Mi mbrëma të dashur bashkëdhetarët e mi shqiptar kudo që ndodhi në botë. Mirëdita Amerikan ku ndodhi në botë shqiptarët e mi që jeni në Amerikë e me ziprisni të ktheheni në tokën tuaj, në tokën e Skënderbeut. Të dashur shqiptar, më falni për dje, sepse kam qenë shumë i zënë me punë dhe nuk kam qenë në Tiranë, që është e vërteta. Dashur shqiptar, erdhi koha. Në Tiranin ka rënë një zjarr, një stuhi e paparë në historinë e Shqipërisë. Ka rritur sa Senati Amerikan, ju e shihni dhe foton të senatorit chairman, të kryetarit të Senatit. Vëllezërit e mi shqiptar, mëngojnë jo 1 bilion, jo 2 bilion, jo 3, por shumë bilion dollar mëngojnë me kokë më dhënë. Qëllimi Shqipëria i ka mbledh parat amerikane për të bllokuar në për tunelet, në për bunkeret, për të dhënë para gazetarëve, për të dhënë para miliona dollar këngëtorëve. Kanë hapur hotele dhe restorante në Tiranë, për t'i dhënë komikëve që janë për televizorët, që vetëm bëjnë komik dhe s'kan punuar ndonjëherë në jetën e tyre. Bëjnë dallavere, tallën njëri tjetrin dhe nuk e dinë si është puna si një agron llaka me shok. Të dashur shqiptar, puna është shumë serioze. Senati Amerikan, Kongresi Amerikan ka vendosur urgjent sa më shpejt të mbarojnë arrestimet dhe sa më shpejt të bëhen konfiskimet e parave që janë të vjedhur. E parave që janë të bllokuara të Amerikës janë në tokën e Shqipërisë. Këto para do t'i dhurohen shqiptarëve që t'i përdoren sa më shpejt. Pra, të dashur shqiptar, ka ardhur koha se Amerika çdo ditë, por më mbledhje vetëm e vetëm, urgjenci, vetëm e vetëm për çështjen e Shqipërisë, për kriminalët e Shqipërisë, për hajdutët e Shqipërisë, për 32 vjet. Ju e keni parë dhe vetë, ka filluar arrestimet një numër shumë i madh në Bruksel, do të thotë në Bashkimin e Evropës. Të dashur shqiptarë, ka ardhur një kohë sot për arsye se Bashkimi i Evropës, gjithë deputetët e shteteve të 27 shteteve, janë të një kallapi si Fredi Beleri, njerëz pa shkollë, njerëz hajdut, si duan që të dëmtojnë Amerikën. Si kanë bllokuar dollarin amerikan, duke vjedhur dhe duke vënë në për shtëpirat, sidomos në Tiranin, janë në për bunkere të dashur bashkëdhetar shqiptar. Pra, Amerika është vënë në lëvizje këto ditë. Ashtu si që kam thënë unë, Balluku duhet të arrestohej për 48 orë, e duhet të arrestohet urgjent. Të lutem shumë Kelepeja, të dashur shqiptar. A e shihni Kelepen? Ta janë pengesa që i bëjnë arrestimet. Ta janë pengesa që kanë bllokuar dosjet. 3 veta nga këta të dashur shqiptar kanë vizituar me ne. Dhe kanë thënë që ne nuk kemi faj, po kanë faj të tjerë. Unë po i drejtohem sot Kelepes, në emrin tim personal, të misionit tim, të kryetarit të Shpresës të Kombit. Dhe, që është më kryesorja
të kryeministrit të qeverisë teknike. Urgjent, sa më parë lejoni arrestimet, se ju i keni penguar prek shumë kohësh. Ju keni penguar dosjet që janë që njerëzit me zi e presën shqiptarët, dosjet e 20 janarit, ju po e pengoni gjyqin. Dosjen e Gërdecit, ju po e pengoni gjyqin. Dhe qindra dosje. Sidomos për zvendës kryeministrin Balluk. Të dashur shqiptar, ta nuk kanë kuven me. Ka ardhur atje ku s'mban më. Stuhia ka qëndruar vetëm në Tiranë, në këtë tiraninë bolshevike, në këtë tiraninë të gazetarëve të emëruar, në këtë tiraninë të këngëtarëve të emëruar dhe janë bërë milionera me paratë amerikane. Të atyre që bëjnë komik, tallë që s'kanë punuar një ditë, të televizoreve të Klanit, të televizoreve të Top Channel, të News 24, që s'kanë bërë gjë tjetër, vetëm ka bërë propagandë për të ulur imoralitetin e shqiptarëve. A i shini se ç'bëjnë dashur shqiptar, dalën në televizor, çfarë nuk bëjmë flenë dhe bëjmë para. Ku i gjenë parat? Televizor nuk kanë para, po është propagandë vetëm si për të ulur autoritetin e shqiptarëve. Për ta bërë në atë mënyrë si Hollanda e të tjerë. Po jo pra, erdhi koha e fundit që do jepni llogari. Sidomos gjykata kushtetuese. Do të shihni të dashur bashkëdhetar. A i shihni të gjithë të dashur shqiptar. A i shihni këtë person, Gentin. Ky quhet Genti dashur shqiptar. A i shihni që të shumtit nga këta s'kan diploma. Genti Ibrahimi. Një shërbëtor i George Soros. Shërbëtor i George Soros që s'ka punuar një ditë, po nga një gjykat në një gjykat. Ju po pengoni. Ju duhet që dihet ta kishte dhënë urdhrin. Si ju mund të thyeni urdhrin e gjykatës për çështjen e zvendës kryeministrit? Në ç'drejtim keni që e shtyni ka i ditë? Jo urgjent. Por ndryshe, dosjet tuaja do dalën në publik, se ku e keni mbaruar shkollën, e kam fjalën për gjyqtarët e kushtetutës. Çfarë keni bërë ju këtë kohë, në që mënyrë keni luajtur rolin, sidomos e gjashkës, të asaj ministres të jashtme, që është molto milionere që s'ka lënë vend pa vjedhur, do hapen dosjet tuaja sa më parë, me foto, çfarë pasuri kini dhe ku i kini, sa para kini dhe në qemër të kujt i keni vend. Ju gjykata e kushtetues. Po talleni me shqiptarët, po talleni me këtë kushtetut. Kjo është kushtetut e përgatitur në Serbi. Është kushtetut Genti e paraqitur në Serbi. Edhe e demonstruar në tokën e shqiponjave në Tirani. Të dyja partit e kanë bërë 100% çfarë ka thënë Serbia. Kjo kushtetut, ju pra urgjent të hiqini imunitetin e të gjithë deputetëve. Doni ju s'doni, të gjithë deputetët do arrestohen. Për arsye se kanë vjedhur që të gjithë, edhe këta që janë të rinj. Pra, gjykata e kushtetutës, po së rollotesh lart e poshtë,
Në vend të ip një javën që kalovi, të mos pranonje në asnjë mënyrë letrat e Allvagjiut të kryeministrit Edi Rama. Edi Rama tallet me ju. U tallë edhe para disa kohë me ju. Po përsëri, Genti nuk e votoi. Doli në favor të Edi Ramës. Kurse tre të tjerët, bravo i qoftë, që hodh poshtë si Ramën dhe presidentin e Shqipërisë. Të dashur shqiptar, ka ardhur koha që ju të dëgjoni me vëmendje, të zgjojni nga gjumi. Ka ardhur koha që ju të thoni realitetin. I vetmi shtet në botë që quhet Shqipëri, që së ngrihet as për ujë, as për bukë, nuk ngrihet sepse nuk e lejojnë të pi ujë, nuk ngrihet sepse nuk jep pension, nuk ngrihet policia sepse nuk jep rrogën e dur, po jep $600 në muaj, nuk ngrihet arsimi sepse nuk jep rrogën e dur, po këtu mund të dyshojmë tani. Mund të marrë dhe para ekstra që nuk bëjnë shamat. Po mirë më pensionistë, që jenë 420.000, nuk janë 800.000, jeni 420.000 pensionistë. Gëriuni pra. Gëriuni kërkoni të vërtetën. Gëriuni të thoni çfarë është bërë me ju, me fëmijët tuaj. Çfarë është bërë me ju që nuk keni para për të bler ilaçe. Çfarë po bëhet me ju që nuk u le në tokën tuaj të hapni një pusë të pini ujë, që nuk u le në tokën tuaj të mbillni një zarzavate, por të blini ushqimet e erdhura nga Serbia, të blini ilaçet e demoduara për 3-4 vjet, dashur shqiptar, vetëm të vend targën që gjoja janë ilaçe të freskët, që s'është e vërtetë. Kjo është që shqiptarët janë sëmurur. Janë sëmurur nga ushqimet, nga frutat, nga zarzavatet, nga të gjithë. Ngrihuni shqiptar, më shkruani me miliona dhe më thoni, jemi gati për qeveri teknike. Po vetëm me të shkruajtur, e ani pranë në Tiranë, ta gëzoni qeverin teknike. E ani në Tiranë që të bëheni edhe shteti shqiptar, si bota me president. E ani pra që ta bëjmë 51-shi i Amerikës. A i shegoni se Senati Amerikan dhe Kongresi Amerikan është vend dispozicion të 97% të shqiptarëve. A e shihni dashur shqiptar, se Amerika është me ju, po nuk është me 3%. Është me ju që t'u bëj njerëz, që të shëgoni një ditë të bardhë, që të shëgoni fëmijë që i keni rritur me tallona, i keni rritur me bukë thatë, dhe kanë ikur ka 35 vjet jashtë tokës Shqipërisë. Dhe ju akoma nuk i keni parë dhe niprat dhe stënipat. Nuk vindot të dashur shqiptar që paguajnë qiran, paguajnë inshurancë, paguajnë për makinë, paguajnë taksa shumë në për Evropë dhe nuk kanë fuqi të kthehen në ju. Ngrihuni pra, e janë në Tiranë, e janë sa më parë të dashur shqiptar. Balluku duhet të arrestohet si që kam thënë 48 tetor. Unë po i them spakut. Gjukata ka dhënë urdhër. Ju duhet të arrestoni sa më parë. Jo vetëm atë, po kryeministrinë. 6 ministrat urgjent në kryeministri. Duhet filloni arrestimet nga PD-ja, që nuk është arrestuar absolutisht asnjë.
Po mirë morë gazetar, Berisha del para jush dhe ju me qindra mikrofon, i vini pas Berishës, i vini pas Edi Ramës të njëjtit, sepse janë dy parti. Aere kur Berisha thot pse nuk arrestohet Balluku, pse nuk e pyesni, po nga ju që s'është arrestuar asnjë, pse nuk e pyesni sa vila keni patur, pse nuk e pyesni ku i keni gjetur këto para që keni blokuar dollarin amerikan? Pra, ju nuk jeni gazetar, po ju një shërbëtorët e dy partive. Pa marrësi se gazetarët të quajtur analista, ata kanë qenë dhe janë deri dje shërbëtorët e Ministrisë të Brendshme të Sigurimit dhe tash janë shërbëtorët e dy partive. Llamatitën për televizor, do arrestohet ky e sa arrestohet ky, që ata nuk din asgjë se ç'bëhet në SPAK. Byroja Kombëtare e FBI-ja ka britur në tokën e Shqipërisë. Ka britur për arsye sepse dollari amerikan është bllokuar. Jo 1 bilion, po biliona e biliona. Janë bllokuar qëllimisht për të bllokuar dollarin amerikan. Kjo është sepse Senati Amerikan, Presidenca, Kongresi, deputetët janë bërë në lëvizje vetëm e vetëm dhe urdhër të arrestohen të gjithë ata që kanë vjedhur, të gjithë ata që kanë vrarë, të arrestohen sa më parë të 97-ës që vranë 5.000 veta, të arrestohen të naftës, që a dhanë ushqim për tanket dhe avionet e sërbëve, të arrestohen sa më parë të 20 janarit, të arrestohet sa më parë bombën që hodhi në Gërdec dhe vrau kalamaj dhe fëmijë. Të dashur shqiptar, dofta ju disa nuk besoni. Arrestimet përfundojnë. Sepse është vënë në lëvizje, siç u thash, unë nuk kam ardhur kot në Shqipëri. Edhe unë po vuaj bashkë me ju këtu. Edhe unë mund të haj ushqimin, po me thënë të drejtë, dashur vëllezër, ushqimi tim më vjen nga jashtë, sepse ushqimi këtu është i helmuar, sepse këtu frutat janë të helmuara. Unë atëzorat sa kohë përpara si bëni spërkatje. U kam nxjerrë me kohë dhe u kam thënë të vërtetë. Ja pra, i kthejmë edhe një herë gjykatës të Kushtetutës. Ju zotrin që jeni aty, edhe ju zonja, që jeni dehur nga suksesi, jeni dehur nga parat që keni marrë, jeni dehur nga makinat që keni me xhame të zinj, jeni dehur nga vilat që keni dhe luksin që beni në Bregdet dhe darkat që hani jashtë shtetit. Nëse ju brenda të nesmen, jo sonte, po edhe të nesmen, nuk e thoni realitetin, nuk e hithi poshtë atë që u ka dhënë Rama, për ndryshe ju do arrestoheni. Për ndryshe ju do arrestoheni sepse ju po shkatroni kombin e Shqipërisë. Sepse ju po lini pa pension shqiptarët. Sepse ju po lini pa rrogët policinë. Policia u ruan ju me $600. Ju hingloni dhe visheni me lloj-lloj çanta dhe me lloj-lloj kostume. Apo jo more Genti, ku ishe para ca viteve, ishe rrugëve të Tiranës, lartë e poshtë, ke vajtur gjukat me gjukat dhe tash je në gjukatën e Kushtetutës. Ja pra si shikon me sy atje, shtrembër. Nuk e votove,
Po ja dhe të drejtën Ramës para ca jave, kur erdhi kryetari i bashkisë. Sepse nuk deshe të thye një urdhin e George Soros. George Soros të ka shpër në shkollë. Ke diplomën e Soros, jo diplomën e realitetit. Ju nga ju, janë të pak që kanë diploma originale. Keni falso diploma. Nëse ju nuk e beni, e njëherë po them, ju do arestojni, ne do të anëzërën vilat, ne do të anëzërën fytyrat, çfarë keni bërë, si keni hyrë në kushtetut, çfarë dallaveri keni bërë në kushtetut, si e keni aprovuar kur u ka thënë Rama, si e keni aprovuar kur u ka thënë Berisha, o kushtetut. Berisha ka vdekur edhe Edi Rama, si parti, ka kohë. E shini vetë qa bëjnë. Dhe me këtë rast, i them Berishës. Berish, i gjitha që i more nga rruga dhe sidomos këtë djalin e ri, që i more duke pjekur misra në Maliq. Peshte Berin në Durrës. Do vinje në burg si kryetari i Partisë Shpresa Demokrate. Do vinje në burg si kryeministër e si president. Do vesh në burg jo si kryetari i partisë, se ta marr partinë, po do vesh në burg me kokë ulur. Unë e di që dhembjen më të madhe që e ke ti, ato që ke vjedhur përsëri i marrën shqiptarë, po dhembja më madhe që ke ti, ke 2 ditë, e ke vetëm e vetëm se të hoqën nga kryetari i partisë. Këtë ke dhembje më të madhe, se thua unë e kishe për gjithmonë dhe nuk e ke. E njerë të lutem shumë Kelepeja. Ju zotrinjt e Kelepes, me shëgoni drejtje në sy. Ipni urdhër. Lini rahat spakun. Lini rahat gjyqtarët. Ti dënojnë hajdutët. Ti dënojnë shqipfolësit. Për ndryshe. Unë kam thënë e para 2 javë. Do të detyrohem. Këtë javë o javën tjetër. Do të nxjerr fotot një nga një. Do të nxjerr pasurit ku i kini e ku si kini. Në qemër i kini vënë. Ju të Kelepes, që kini ndaluar dosjet, lejoni urgjent që sonte dosjet. 2-3 veta nga ju na keni bërë telefon dhe na keni kërkuar ndihmë. Përgjigja jonë ka qenë, lini dosjet hapura, lini spakun të bëj punën e vetë, lini gjyqtarët të bëjnë punën e vetë. Për ndryshe, ju të Kelepes besoj se numrin e kini mjaft, po besoj se një 8-9 ju do arrestoheni. Do të nxjerrën fakte. Ju jeni pengesa, të dy jeni pengesa. Si ju, ashtu edhe gjykata e kushtetutës. Këto që janë veshur e janë bërë sikur si luan njeri. Burgu ka vende bosh për të gjithë. Pra, urgjent, dilni që sonte, lini spakun të arrestoj Ballukun, se ju po e pengoni. Lini spakun të arrestoj Edi Ramën, se ju po e pengoni. Edi Rama ka 2 rrugë. E para, të largohet e t'i vejt drejt burgut. Ne jemi gati për qeveri për të shkuar në zyrat e reja. E dyta, Edi Rama do arrestohet aty në kryeministri. Ajo kryeministria ka një emër të keq në 46 vjet të regjimit komunist. Kryeministri asaj me Meqeu e vun në gjumë edhe u vra vetë. A vritet njeriu i shtruar në kravat, Edi,
ke dy. E para, largohu, bëj dorëheqje. Ne jemi gati me të mirë o pa të mirë, ne kemi rrugën për të shkuar në qeveri. E dyta, do arrestohet. Dosja tende është shumë e madhe. Edi Rama, ty po të drejtojmë tani. Unë e diti që zgjen vrim ku të futesh sonte. Nuk gjen drogë pa futur në hund. Edi, ti e di fare mirë shkëmbimin tonë që kemi patër. Dosja tënde baroi. Dosja e të e shtuar aq shumë sa ke bërë milioner deputetët e Bashkimit të Evropës, diplomatët, u ke dhenë miliona dollar. I dim si ka nikur nga Tirana, jo në aeroport, po ka nikur me motor skaf e me vapor. Me çanta të mbushur me ato dollar që Amerika po i kërkon. Me ato dollar që të blokoni paratë e Amerikës. E di, i ke dhenë shumë Evropës. I ke dhenë tipave dhe rrugaqve, tamam si Belerit, tamam si Fredi Beleri, ashtu janë Edi Rama në Bashkimin e Evropës. Janë rrugaqëria, pa jo rrugaqëri, me parat e shqiptarve të mi, kanë vjedhur miliona e biliona dollar. Edi Rama dorëzohu. Me dëshirë, apo pa dëshirë. Shqiptarët e mi të dashur. E di që prisni pa durim. Disa thashe theme që shkruajnë, ne i dim ku shkruajnë, që jemi aqë një gjendje, ne shëgojmë me Ngilper kur i dhe në tokë, jo kur shkruan që e dim, le ta vesh pseudonim në emrin, ne i dim. Pos pak vonë na bëhet, sepse të dyja partit i kanë shtuar sekserët e tyre në Evropë, në Amerikë, në Tirani, kudo. Dashur shqiptar, unë u bithirje. U bithirje e shoh që shkruani e papar një histori që të shëgojnë 2500 veta, 2700 veta, live, që s'ka provaki. Po e janë pra. E janë kudo që jeni. Ne përsëri do bëjmë demonstratë shumë të madhe. Që ti tregojmë fytyrës dy partive. Se cila është shpresa e kombit. Se që kanë bërë shqiptarëve. Unë i bithirje policisë. E janë djem të ri. E janë se u kanë shfrytzuar. Unë e pash dhe atë natë që këpucët tuaja nuk ishën në rregull. Unë e pash atë natë që gulçonit nuk shini një dritë të bardhë. Nuk dini të martoheni se s'kini shtëpi, flini me babalar. Flini e keni ndarë me qarqaf. Unë e di. Unë e di se edhe unë jam si ju të dashur shqiptar. Kam hequr dikur në tokën e Shqipërisë, në për rrugët, në për kampet, në çdo vend kam qenë. I di fare mirë. Por aman, polici Eltoni e pa veten. Deshte bente dem. Të dashur shqiptar disa shkruajnë se thonë janë në burg. Të dashur shqiptar 3 minuta qëndruan dhe i liruan. Por të shtunën, gëdhishe, të dielën që ju mendoni që zyrat janë hapur, zyra u hap për Elton Alushën. Për atë drejtor që ka vila hotele e pallate.
Pra të dashur shqiptar, ne do bëjmë një demonstrat, unë të henën u them se kur. Dhe do të bëjmë një javë për para, do t'ja qojmë në zyrë për të marrë lej. Sepse lej dy partit, pa lejven, Djegë Goma, a e pat qatë ishte në mënyrë paqësore me qirinj, se shbërdo njërë në tokën e Shqipërisë. Ja pra ata ishën djemët patriotat të Shqipërisë. Ishën ata që e duan kombin dhe Shqipërinë. Ishën ata gra e nena e djem e burra që u duan ju polica. U vjen keq për ju që vishni këpucë të ndryshme. U vjen keq për ju që mini $600 në muaj. E Alusha e i merë parat me Metrokup. I mirëte. Po do të shoj burgun. Unë po i drejtoj me njëherë drejtorit të policisë Ilir Prodec. Mblidhe mendjen. Se nuk ka me Edi Rama e nuk ka me Berisha. Je drejtori i policisë, duhet të mbash qetësinë. Duhet mos mbash më urdhër, po ti e ke urdhin ushtarak. Duhet gjgosh policat. Duhet t'i kërkonje ati, Edi Ramës, t'i thoshe dua para për t'i dhen policave këpuc, për t'i dhen kostume që i blen vetë. Dëse ti, akoma je me garon e Edi Ramës, që të urdhon, do përfundoshe ti në burg. Dhe dashur shqiptar, u bë bajat, që u them, do arestohen, janë arestuar dashur shqiptar, arestohen çdo natë dashur shqiptar, po figurat që ju kërkoni e kanë me minuta. Ju kërkoni Berishën, ju kërkoni Edi Ramën, ju kërkoni Taulant Ballën. Taulanti dhe dashur bashkëdhetar, dosjen e ka shumë të madhe. Vjedhjet që ka bërë, kur erdhi deputet, ishte me palë pantallona e palë sandale. E mbaj mend shumë i runë. Bilem kam qenë atë ditë në Librash, kur ai e zgjedhur deputet. Është bërë multimilioner, ka marrë qytetet me radhë, Bërzhit, s'ka lënë gjë pa marrë, ka blerë. U jeti parat. I ka vjedhur dashur bashkëdhetar. Dhe flet si bil, dhe thot kryeministri ka të drejtë, nuk ka drejt gjykata të arrestoj. Ja pra do të vi ty. E ke prapa kokës. Jo vetëm ty, po dhe familjen tënde. T'japi llogari për atë luksin që ka patur, për ato që ke ngrënë, për ato shampanjë, e birra, e vera të shtreta që ke pirë, për ato kostume që ke veshur që si ke parë Taulant në jetën tënde, as gjyshi jot dhe as tërgjyshi jot. Po tallesh me gazetarët dhe del para gazetarëve, i ofendon gazetarët. Pra Taulant Beugati, pra të dashur shqiptar, si që thash, unë nuk e kam tepruar, po unë e kam thënë realitetin dhe si që kam thënë, unë çdo gjë që flas me kompetencë. Çdo gjë që e them, jam i sigurt 100%. E di, jam brenda. Unë nuk u kam thënë kot që unë jam me mision 50 vjet. Unë jam në vendin e dur, dashur shqiptar. Dhe i shërbej kombit amerikan, i shërbej kombit tim shqiptar ta nxjerr nga kjo skllavëri. Që të shohë një ditë të bardhë shqiptarët,
që të kur të bëj një dasmë, të afrojnë miqësia, jo të mbyllet dera. Kur trokasi një më derë, ti thot, bërë, urdho, miku i dashur. Po jo, të trokasi më derë, e të mos ja hapi derë. Për këtë kam erë dashur shqiptar. Unë nuk kam thënë, kam një qelës, kam e një kyç. E pra, e dorit, edhe nga senati, ja pre senati e tha. Pra të nuk kam qenë 2 ditë këtu. Të dashur shqiptar. 3 jeta ime nga Amerika në Evropë në avion kam qenë. Po këtë kusur, çpata e nga Shqipëria përsëri të kaloj për të detit, për hatrin tuaj dashur shqiptar, jo për veten time. Po bëj sakrificën time, edhe jetën time e jap për këtë kombë, për këtë Shqipëri. Për këtë kombë që ka vojtur të dashur shqiptar, 46 vjet me pushkatime, me intrenime, gjithë popullin shqiptar. Nuk është nevoja ta them një nga një. 35 vjet me 2 partit të urdhuara nga serbët e nga Franca dhe më vonë dhe nga grekët. Me një kushtetut të përgatitur në Serbi dhe 2 partit e zbatuan 100% në shqiptarët. Futën në lavrasin me 7.500 njesh. Çfarë nuk kanë bërë? Ua kanë prerë drita shqiptarëve. Ua kanë prerë drita se si ka paguar një pensionist. E ka dënuar 6 muaj burg. Rrokozhina është mbushur me njerëz të pafajshëm. Po Gradeci me gra është mbushur për një copë hashash, kurse deputetet me çanta $5.000, $10.000, me këpucë $2.500. Ajo dumja që ka vajtur në Top Channel. Ku i gjeti parat që hingëllon në televizor dhe bën propagandë kundra Amerikës. Dhe bën propagandë dashurie në televizorin të quajtur televizori kombëtar. Erdhi koha dashur shqiptar. Erdhi koha, polic, do jetoni normal si gjithë policia botërore. Që kur të dilni në rrugë të ketë lezet. Jo kapela shtrembër, sepse po i bëni vetë edhe kapela. Jo këpucë të ndryshme, po këpucë të lustruara, këpucë të rregulla, të veshur 2 herë në ditë do visheni. Jo 1 herë, 2 herë, si në Amerikë. Dhe plaçkat nga Amerika u betojmë që do të vinë. Tërë policisë, vesh mafja, do të vinë gratis. Jemi në Amerikë. Pra të Amerikë kemi dhe në gjak. Pra të Amerikë kemi dhe në Florin 300 vjetë për para. Pra të Amerikë është tonë Amerika. Biri shqiptar, presidenti parë në Amerikë. Bushi shqiptar. Erdhi me lotë në sy në fushkruj. Doli me këmish të bardhë. Pa antiplumë të dashur shqiptar. Sepse i pa shqiptar, e pa një grua që ngjante si ema. Sepse në shqiptar ngjaj me njëri tjetrin. Jemi një racë, jemi një kombë. Nuk jemi si në Evropë, lloj fytyra, lloj të bardhë, të zinj, kinez, japonez. Lloj fytyra, jo të dashur shqiptar. Shqipëria do ketë një racë, një kombë ne. Po Kuriku Bushi, Berisha, me mujësinë e misrave e të bunkerve,
që e muar duke ullur në karrike edhe bën president. I thanë, ja vodhë orë presidentit të Amerikës, djalit të George Bush. Turpi botë. Këta s'kanë turp. Ta pa karakter. Pra u erdhi dita dashur shqiptar. E njëherë, do bëjmë demonstratën aq të madhe që të mbushet e tëra Tiranë. Do vinë nga të gjithë rrethet. Do vi Kosova e tërë këtu të dashur shqiptar. UÇK-ja do jetë këtu. Ajo UÇK-ja që Amerika e ndihmoi. Ne e ndihmuam. Që UÇK-ja sot në Kosovë nuk e pyet kush. Nuk i përfillën. Sepse nuk janë shqiptarë qeveritarë. Pra të dashur shqiptar, unë e di që e keni mendje për arrestime. E kam thënë, s'dua ta përsërit 1000 herë. Balluku është minuta minut. Dhe unë i them herën e fundit. Dhe po shikoj drejtjen, më shikoni drejtjen në sy Kelepe. Më shikoni drejt e në sy ju të gjykatës të Kushtetutës. Sidomos Genti Ibrahimi, Genti, ti po pengon. Ti e pengove që do jepte ditë e parë. Mos e pengo, Genti se e djali i ri. Do vesh edhe ti në burg. Unë të njoh fare mirë personalisht. Unë të kam njohur kushërinë tënde. E të njoh fare mirë. Si ke qenë në shkollë, si të ka ndihmuar Gjoç Sorrua, e si ke kontakt me Aleksin e Sorrës. Mos e pengo gjykatën e Kushtetutës. Kelepe, jep urdhër urgjent, siç u thash, do t'u nxjerr fotografit pasurit të dyve ju, si Kelepes dhe gjykatës së Kushtetutës. Të dashur shqiptar, miru pafshim nesër në orën 6. Natën e mirë, me shëndet jam shumë mirë, pavarësisht se ishe për të detit. E njëherë natë e mirë, vëllezër e mi, kudo që ndodheni në botë.